Motrat Mustafa Nëzi, u ndëron jetë babai. Lajmi trisht ka prekur familjen e njohur të muzikës shqiptare. Pasi motrat Mustafa ka njoftuar ndarje nga jeta të babait të tyre në orët e hershme të mëngjesit. Përmes një postimi prekës në Instagram, ato kanë ndarë dhimbjen e madhe që po përjetojnë, duke theksuar se kjo humbje i ka tronditur thellë dhe se do të mbetet përgjithmonë në zemrat e tyre. Kjo humbje e rëndë na ka tronditur thellë dhe do të mbetet gjithmonë në zemrat tona, thuhet në njoftimin e tyre. Ndërsa kanë bërë të ditur se për kohën e varrimit do të njoftojnë më vonë. Humbja e një prindi është ndër dhimbjet më të mëdha që mund të përjetojë njeriu. Dhe për motrat, kjo ndarje duket se kalon një boshllëk të pazvendësueshëm. Babai i tyre ka qenë jo vetëm një figurë familjare, por edhe një mbështetje e fortë në rrugëtimin e tyre jetësor dhe artistik. Në momente të tilla të vështira, kujtimet bëhen ngushëllimi i vetëm, ndërsa forca për të vazhduar përpara vjen nga dashuria dhe vlerat që ai ka lënë pas. Ky lajm i trisht ka prekur thellë edhe publikun që i ka ndjekur ndër vite, ndërsa mesazhet e ngushëllimit për familjen Mustafa nuk kanë munguar në rrjetet sociale. Një humbje e tillë lë gjurmë të pashlyeshme, por edhe një trashëgim i kujtimesh dhe dashurie që do të jetojë përgjithmonë në zemrat e tyre.